të vogël të Ballkanit. Në Kërçov lindi një djalë që do ta pikturonte njeriu për gjithë botën. Ai quhej Omer Kaleshi. Interesimi dhe projektimi kryesor i tij ka qenë gjithë portreti, fytyra, brenga njeriu, trishtimi, dhimbja, gëzimi. Tablot e Kaleshit janë e gjitha një dramë e thellë njerëzore, e cila përcillet nga ato portrete të shumta barinjësh, dervishësh, grash apo fëmijësh, në për stacionet e trenave që nxitonin të ushqim, me shporta, frutash në dorë, udhëtarët që shkonin larg. Por i kishte mbetur zhek që i vogël, kur ai 1943 gjatë luftës së dytë botërore, nana tona sa na morën neve fëmijëve, ai ka qenë 10 vjeçar, dhe na kanë gjuhë, na kanë mshef të birat e dhentnave. Birat e dhentnave janë në Zhubrin, ka qif fshati Zhubrin, dhe kur erdh, sa duhet të gjosh të birat e dhentnave. Sa shumë nuk e di, e thirëm Bekzat Rahmanin, edhe e i gjetëm ku ishën birat e dhentnave, edhe ajna i skeroj se tha ne si fëmijë, rishëm dhe lunim në shifeshim të birat e dhentave dhe e nxirshim vetëm kokën. Dhe pre aty më ka met tha ajo uji edhe travita që unë ta pikturoj vetëm kokën dhe jo të gjithë trupin e njeriu. Të kombit tonë. Motivi për të bërë këtë iniciativë, këtë manifestim, ka qenë për mua shumë i thjeshtë. Në një intervistë Omer Kaleshi të djerit, kam dëgjuar këtë thënien e tij. Unë tha, nuk lej fëmijë pas, por pikturat e mia u alej shqiptarëve të mi. Në ky moment ka qenë motivi kryesor që unë së bashku me shumë shokë të filloj të përgatisim këtë manifestim për ta kthyer në kujdesin tonë, në prezencën tonë, për gjenerata që vijnë. Ai lexonte histori, mall dhe një lloj bukurie që nuk kishte nevojë për fjalë. Kjo ndjeshmëri do të bëhej themeli i gjithë krijimtarisë të tij.